Fleta e votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit do të jetë gjigande, por në ndryshim nga zgjedhjet e kaluara të 2021-shit, kësaj radhe emrat e të gjithë kandidatëve deri më tani është parashikuar të jenë të shkruar në listë emër mbi emër dhe jo më numrat. Pikërisht për këtë skenar duhet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është gjetur i papërgatitur. Vetë kryekomisioneri Ilirian Celibashi në një konferencë me gazetarët tha se fleta është shumë e madhe dhe nuk janë të përgatitur se çfarë masash do të marrin nëse 25 subjekte të regjistruara do të sillin emrat e kandidatëve. Nëse nuk do të paraqesen listë shumë e madhe kandidatësh, nuk do të jenë në fletë, emri tyre si subjekte nuk do të jetë në fletën e votimit. Dhe nëse të gjitha partitë që janë jashtë këtyre koalicione do të dalin që të depozitojnë listë shumë e madhe kandidatësh, nuk di të them pasaj. Për të qenë sinqert, nuk po e mendojmë këtë skenar, nuk dua të jem hipokrit edhe të them që e kemi të llogaritur se si do të jetë ky rast. Por mund të them këtë tjetrën që edhe ashtu sikurse është sot fleta e votimit, sikurse e kemi prezantuar fletën e votimit për qarkun e Tiranës, ka probleme të administrimit të fletës së votimit nga një kuti votimi. Fleta e votimit është vërtet shumë e madhe dhe me siguri do të jenë, duke llogaritur që mund të jenë 8, 9 apo 10 apo 11 apo 12 subjekte zgjedhore, duke marrë për bazë zgjedhjet e vitit 2021, fleta e votimit është vërtet shumë e madhe. Sa i takon votës së diasporës, janë 245.975 shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, që janë regjistruar për të patur mundësinë të votojnë në zgjedhjet e 11 majit. Celibashi tha se nga data 8 deri në 16 prill do u niset zarfi e migrantëve që do të jetë falas si dërgimi dhe kthimi i postës. Shqiptari në moshën më të madhe që është regjistruar online është një shtetash shqiptar në moshën 98 vjeçare me banim në Gjermani, ndërkohë një person arriti të regjistrojë pasi aplikoi 25 herë. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve foli edhe për presidentin e Partisë së Lirisë Ilir Meta, ku u shpreh se kushtetuta parashikon që deputet bëhet çdo kush që shpallet fitues, sapo e shpall Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.